E di që je kandidat për deputet, zoti Prençi. Po. Keni përballë një kandidat për deputet Partisë Socialiste. Se Prençi me qenë po flas kandidat. Me Euroatlantikët. Me Lulin. Po. Sigurt e paskeni. Okej. Po sigurt, ta kem vërtet sigurt? Dakor. Unë si kërkoj votat në emër të tjerëve, i kërkoj në emrin tim. Ja, në emrin tatë. Politika duhet të civilizohet për të votuar njeriu, jo për të votuar parti. Jam plotësisht dakord me te, po si është bo kodi zgjedhor dhe si është ti e... Urdhëro? E kemi zgjidhur. Unë do të jem deputet. Okej. Tani, në fakt, do të tërgoj një detaj. Ka dy gjëra që lidhen me zotin Demalia. E para, Demalia është duke bërë gati një podcast vetin, dhe gjitha emisionet i përdorë edhe si, po themi si palestra, për të drejtuar vetë, podcastin e vetë. Dhe tani vjen dhe bën pyetje, bën gjëra, kupton, sepse është në rolin e podcastit. Për dhe mos e keq kuptoni, drejtoni nga unë se emisionin e drejtoj unë. Dhe po edhe përgjigja ai të kthen dhe... Ka dhe replika? Jo, replika do të bëjmë pra, po të bëjmë parashtrimi, se replika këshu, nuk e ke fajnë tje, ka fajnë ej. Ai po të shpjegoj që po bën palestre, ai po bën palestre. Dhe dyta vjen me një temperaturë shumë të lartë, sepse ka bërë dhe një konflikt me, për pak në la pa kryetarin e Partisë Konservatore. Për pak në le pa kryetarin e Partisë Konservatore. Po ka plot parti në koalicion, ja i ku njëri, ka të tjerë. Jo, pse, Zoti Rama për shembull ka shumë qef mustaqet e ati. E ka thonë, të tjerët janë, po mustaqet e Gjuzit, unë i dhe mbi gjithë.